Prindërit e fëmijëve që u helmuan me salmonel në kopshtin numër 1 në Gramsh kanë dalë sot në protestë para bashkisë, duke kërkuar zbardhjen e ngjarjes. Për mediat ata shprehin shqetësim për sigurinë e fëmijëve të tyre, ndërsa hedhin akuza se ngjarja është tentuar që të mbahet e fshehtë. Njëri nga prindërit, në një prononcim për media, i bëri thirrje prokurorisë që t'i shkojë deri në Përgjigjen e ka marrë dije pas disa sherreve te kopshti, nga kopshti tek infektivi aty. S'na jepnin përgjigje duke thënë që s'ka dalë akoma përgjigja, e kishim për ta marrë që të shtunën para dite, nuk e morëm. Edhe dije me gjitha i debat që bëm me zi e mora, sepse thoshin që nuk jepet kështu, duhet jepet në mënyrë zyrtare. Pastaj nga ana e këtyre ne nuk kemi para asnjë gjë, sepse me sa kemi dëgjuar ne kjo është një sëmundje ngjitse, dhe përdesa është një sëmundje ngjitse duhet kishte një dikush, të paktën nga infektivi, nga spitali që na orientonte, na thoshte që kjo duhen këto masa të mera, se ne kemi edhe njerëz të tjerë në shtëpi, nuk kemi vetëm me një fëmijë dhe që kështu fare asnjë gjë zyrtare, as na kanë pyetur që si është fëmia. Jo, fare, orë nuk ka ardhur njëri fare në shtëpi. Nuk ose më ka marrë njëri në telefon fare. Po ne kërkojmë që të zbardhet e drejta dhe të zbardhet e drejta e kësaj, ne nuk duam asnjë gjë, s'duam as të përfitojmë asnjë gjë, edhe për mendimin tim, me sa kemi dëgjuar, kjo është një tendër online që i është dhënë një kompanie jashtë qytetit tonë. Unë për veten time s'jam fare dakord, duhet ka shumë biznese të mirë fillta këtu dhe plotësisht që mund ta bëjnë këtë punë 1000 herë më mirë se ai. Edhe ne e njohim dhe s'ka pse të dalin jashtë bashkie kjo gjë. Një tjetër tha se i është ndaluar të dërgojë fëmijën në spital për shkak të frikës se mund të përhapet. Ato theksojnë se i është dashur që të bëjnë debat për të marrë përgjigjen që tregonte se fëmia ishte i prekur nga salmonela. Po, është i konfirmuar me salmonelën. Unë njoftimin e mora nga edukatorja e kopshtit të Hanën, e cili fëmia ju shfaqet temperaturë, të Hanën në drek e ka marrë, edhe sot po bëjmë 8 ditë, i cili vazhdon me dhimbje barku, stomaku, diare. Temperatura i zgjati 3-4 ditë, kurse tani jo. Ka qenë autoritetet janë interesuar për analiza, për dezinfektime? Për dezinfektime unë kam marrë vesh që janë bërë edhe në kopësh edhe në spital. Falenderoj shumë doktoreshën, e cila na ka qëndruar korrekte gjatë gjithë kohës, edhe në telefon, edhe në spital, me çdo gjë. Kryetari i Bashkisë së Gramshit, Besion Ayazi, ka dhënë një deklaratë për media lidhur me rastin e helmimit të fëmijëve në kopshtin numër 1. Ai thotë se ngjarja nuk është tentuar që të fshihet. Kemi të bëjmë me një rast, me një fakt që ne e dim shumë mirë të gjithë që po janë evidentuar disa raste me bakterin salmonela në një kopsht publik. Nuk është catering. Është me furnizim nga një kompani dhe me gatim në ambientet e kopshtit, me kuzhinier të certifikuar që kanë vite të tëra që ushqejnë këta voglush të qytetit tonë. Ky është rasti i parë që na ka ndodhur. Ne nuk e dim ende për shkak edhe të një hetimi epidemiologjik që nuk ka përfunduar, por edhe të një hetimi penal që ka nisur dhe nuk ka përfunduar. Ne nuk i dim as autorët as shkaqet. Jemi vetëm në alert për gjendjen shëndetësore të voglushve, sepse ajo na intereson pikë pari. Fatmirësisht nuk kemi të bëjmë me një rast masiv, pra fal Zotit, ato që kolegët tuaj, se s'po them ju, po kolegët tuaj kanë shpërndar në media, nuk janë të vërteta, pra nuk ka catering, ka gatim me kushte të mira, shumë të mira higjieno-sanitare, nga vetë stafi i kopshtit. Helmimi i fëmijëve të kopshtit shtetëror në Gramsh po hetohet nga Prokuroria e Elbasanit, ndërsa në ISHP dhe Institutin e Sigurimit Ushqimor po kryhen 10 analiza. Në hetim është edhe kompania Nelsa SHPK, e cila furnizon me ushqime kopshtin, por edhe institucionet të tjera, si spitale në disa qytete.